ekshme. Nuk ka këtu nevojë për shumë studim me identifiku se për çka ka nevojë qytetarët e Kosovës. Ka nevojë për kushte më të mira jetese. Ka nevojë për një vend që i mundson një familje kosovare me jetu në Kosovë, me pas një jetë parashikueshme në aspektin ekonomik, financiar, një shëndetësi që i mundson një qytetari me pasi siguri me jetu në këtë vend. Para 2 muajve ka vënë legitimitet një qeveri më parë. Para 2 muajve ka vënë legitimitet një qeveri për të punuar. Ta përfundoj. Kjo është ajo e cila neve na bën të besojmë që nëse zgjedhjet do të vinë, atëherë do të jetë shumë e qartë që duhet ketë një ndryshim radikal në Kosovë. Kosova nuk mund t'i lihet dikujt që nuk është interesum të qeverisë, por që është interesum të kapë pushtet, të kapë institucione, të kapë sistemet, të aprish sistemin demokratik dhe të krijoj një sistem autokratik. Kosova nuk ka nevojë për të. Kosova ka nevojë për një qeveri që i prek qytetarin, që merret me problemet e përditshme të qytetarit Kosovës. Ato nuk kemi të e pa me vite. Me vite kemi pasi qeveri që ka kriju iluzione për konfliktet mundshme, për temat mëdha, por që asnjëherë nuk ka zbrit të problemet e qytetarit Kosovës. Ka ardhur koha që qeveria t'i kthehet problemeve të përditshme të familjeve kosovare, për shkak se nga ajo që po e shohim, po humb shpresa që dikush mund të bëj një jetë të mirë në Kosovë. Dhe kjo faktohet me shifrat e migrimit. Nuk kemi në luftë. Nuk kemi luftë, por mbi 200.000 vete kemi shumë Kosovë 5 vitet e fundit. Zoti Mustafa, 2 muaj në kryq zgjedhjet për këtë tema. Që 2 muaj në kryq zgjedhjet për këtë tema. 5.1 çu njerën për çelët i të kontestuar. Edhe ku je? Edhe ku je? Ku e ki qeveri? Ku e ki qeveri? Për çka, zoti Trenori, për çka po flasim ne sot? Për çka jemi këtu fol sot? Apo flasim për mundësinë e zgjedhjeve, apo flasim për punën që të bëjmë? Vota për president. Vetëvendosjes. Zoti Haradinaj, nëse gjithmonë që kjo deklaratë është... Jo, ka thënë që ka vota brenda vetëvendosjes për të. Pra ka deputet të vetëvendosjes që ja kanë premtuar votë, se e lexova deklaratën e Haradinajt në presin. Nëse ky kandidohet. Po. Po pse mos jetë ky kandidat, pse mos ti merret në listë të Jo, megjithatë nuk duhet të insistohet të barrikadohet për kandidatin dhe kundër kandidatin. Po ndoshta do të ishte zoti Haradinaj propozimi i PDK-s. Nuk i di. Po le ta thojnë, more, se po mojmë shef. Kush është kundër kandidatit zotit Haradinaj?